Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut konfirmon se nuk ka bllokim, po pezullim për procedurat për lëshimin e vizave për emigrantët. Sipas ministrit Timço Mucunski, kjo nuk ndikon në procedurat e reja për student, si për marrës turistë të ngjashëm. Nuk është ndalim, nuk është listë e zezë, por një pauzë për procedurat e vizave të emigrantëve. Kjo nuk ndikon asnjë procedurë tjetër për lëshimin e vizave për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse jeni një sipërmarrës që dëshironi të udhëtoni në SBA, mund të aplikoni lirshëm për vizë, deklaroi ministri Mucunski. Pas takimit të liderëve, grupet e punës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut pritet të takohen për të harmonizuar ligjet, për të cilat krerët e partive arritën marrëveshjen ditë më parë. Kreu i Kuvendit Afrim Gashi tha se pret që këto ditë të gjendet një zgjidhje edhe për emërimin e avokatit të popullit. Ishte Afrim Gashi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova kujton masakrën e Reçakut nga forcat serbe 27 vite më parë. Presidenti Vjosa Osmani nga kompleksi memorial tha se masakra ishte dëshmi e gjallë se Serbia synonte që të zhdukte popullin shqiptar nga faqe e dheut. Reçaku nuk është vetëm një emër në historinë e Republikës sonë, por u bë pikë kthese. Kthes që e qartësoi para botës realitetin e hidhur të regjimit gjenocidal serb ndaj civilëve të pafajshëm në Kosovë. Me 15 januar 1999, Reçaku u bë simbol i vuajtjes së një populli që kërkonte liri, por edhe simbol i guximit. I guximit për ta quajtur krimin me emrin e vërtet. Tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti me rastin e 27 vjetorit të masakrës nënvizoi se ajo është ende një plagë e hapur e cila pret drejtësi. Albin Kurti kërkon përkushtimin e institucioneve të Kosovës për të ndjekur penalisht autorët e krimeve. Në dhjetor të vitit 2025, pra në muajin që shkoi, Republika e Kosovës ndërmori edhe një hap të rëndësishëm në rrugën e drejtësisë, kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 21 personave për masakrën e Reçakut për krime lufte. Kjo akt akuzë afirmon se krimi ka autor dhe se vërteta nuk parashkruhet. Drejtësia nuk ndalet kur kriminalet fshehen në Serbi apo edhe strehohen nga shteti atje. Drejtësia ecën për herë përpara, sepse shteti i Kosovës nuk harron kur. Kujtimeve për masakrën e Reçakut ju bashkua dhe presidenti i Republikës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajram Begaj u shpreh se thirrja për drejtësi nuk duhet të shuhet. Kjo masakër nuk mund të harrohet, thirrja për drejtësi nuk mund të shuhet. Nderim martirëve, mirënjohja e aleatit ton strategjik SBA-s, shkruan Bajram Begaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.